Sportet janë plot me momente të pabesueshme, por vetëm ato më të mirat janë të denja për vëmendjen e të gjithëve. Si për shembull, astori Game of Thrones nuk mund ta kap çekiçin e tij, aq mirë sa kap ky djalë shkopin. Ky djalë duhet të marrë pjesë në filmin e ri të Fast and Furious. Ai arriti të shmangë i lopëve dhe të vazhdoi garën e tij. A është ky portier antar i murgjëve Shaolin e pabesueshme, apo jo? Pyes veten, a fitojnë këta djem pikë shtesë për Saltron? Ky djalë ka reflekse të pabesueshme. Ai e kapi topin më shpejt se kushdo që mund ta kuptonte se çfarë ndodhi. Ky djalë tregoi se si të bëj një MVP në pak sekonda. Ky komentues u lodh duke qenë gjithkohës në mikrofon dhe u tregoi atyre se si luhet loja. Ky është Ky lojtar bowling pothuajse kishte hequr dorë kur papritur ai rrëzoi të gjitha birilat. Reagim epik, apo jo? Ndërsa për disa lojtarë të luash brenda rregullave është e mërzitshme dhe njerëzit gjithmonë eksperimentojnë dhe na habisin me veprimet e tyre. Këta dy lojtarë patën një moment të veçantë në një ndeshje në Bundesliga, duke e kthyer atë në një shfaqje cirku. Ky djalë ka kontroll më të mirë të këmbëve të tij se sa unë të duarve të mia. Jo çdo ndeshje e Premier Ligës është kaq emocionuese sa kjo ndeshje tenisi që u zhndrua në një lojë futbolli prallore. Ja si duket noti në ujë, i gjithë graviteti zhduket në të. Nëse doni të dini se si duket mjeshtri i bilardos, shikoni këtë njeri të furs 2 monedha në gota me një goditje. Ky është një fat i keq për skuadrën që përpiqet të shënojë. Fillimisht topi goditi shtyllën, më pas numri 5 e hoqi topin nga vija fatale. Pyes veten se sa kohë u desh asaj të përsoste këtë goditje. Shikoni goditjen e mahnitshme me kokën nga Jordan Miki. Kjo goditje i çuditit të gjithë dhe me shumë fat u bë kosh. Këtu merr kuptim shpreha, duhet të përdorësh kokën për të fituar. Këtu kemi diçka që ndodhi në sekondat e fundit një loje. Skuadra goditi dhe topi ngeci anash koshit. Ata nuk kishin kohë të mjaftueshme për të bërë një goditje tjetër dhe rezultati mbeti në favor të kundërshtarëve të tyre. Shikoni se si ky gjuajtës u mbet qëllimisht goditje nga qendra për të shënuar një goditje 3 pikëshe. A keni imagjinuar ndonjëherë një ndeshje në ring midis dy binjakëve? E po ndoshta do të përfundonte pak si kjo. Ndonjëherë duhet të mësosh të fluturosh për të arritur fitoren. Ky djalë ka përceu vijën e finishit duke mposhtur konkurrentët e tij me një fraksion sekonde. Nëse ky djalë do të ishte snajperist, do të ishte i shkëlqyer. Reshi gjithë atë hedhura me saktësi të pabesueshme dhe një top golfi pikërisht në mes tyre. Kështu duket një vajzë në timon e cila është vonë për në punë. Ata thonë se vajzat mezi ecin me taka, rezulton se gjithçka është e mundur në taka nëse keni vullnetin e dur. Ky djalë përpiqet aq shumë sa ekurat nuk mundën ta përballonin. Fatmirësisht ai ra i sigurt dhe nuk mori asnjë lëndim. Çfarë mendoni për këta djem që bëjnë akrobaci me top në 1800 metra lartësi? Basketbollisti Stephen Curry u pengua duke u rrëzuar me shpinë dhe arriti të shënojë kosh. Po ju si mendoni, është aftësia e tij apo thjesht pati fat? Dhe ja çfarë nënkuptojnë kur thonë se mund ka përcesh mirë çdo pengesë. Pothuajse. Ky zotëri fitoi $50,000 duke bërë një goditje të pabesueshme në një portë të vogël
40 metra larg. Ky parashutist u ul në një fushë futbolli gjatë një loje dhe duket se ai është po aq i befasuar sa gjithë të tjerët. Këtu është një portier i nivelit të ulët, kundrejt portierit i nivelit të lartë. Duket sikur qëndrimi me dy goma i këtij përbindshi është i mundur vetëm në filma. Shoferi jep një shfaqje të papar. Ky është Joe Ross dhe duket se ai nuk mësoi kur për fizikën në shkollë, përndryshe si e shpjegoni faktin që ligjet e fizikës nuk duket se ndikojnë tek ai. Kimball Walker mendoi se shënoi një kosh dhe festoi pak më herët se duhej. Si mund ta quajmë këtë teknik? Raketa fluturuese. Me 140 milionor, kjo është gjuajtja më e shpejtë e bowlingut në botë, e shkryer nga numri 1 i bowlingut Jason Belmont, dhe sigurisht ishte një super goditje. Dhe ja ku hyn në fushë një lojtar i ri, vetëm shikoni teknikën e tij të mahnitshme. Për fat të keq ata e larguan me njerë, por ai u kthye dhe ushtri në fushë në shenjë proteste. Si është e mundur kjo? Shpresoj që lojtarët të jenë po aq të mirë sa nxitësi i tifozëve të ekipit të tyre. Evan Longoria ka reflekse të mahnitshme, edhe pse thonë se kjo video është e reme. Gjatë një interviste me gazetaren, ai kthehet papritur dhe kap topin, që për pak do godiste në kokë. Po ju çfarë mendoni? Këto dy atlete femra duket se janë sinkronizuar në mënyrë perfekte dhe dhuruan spektakël për publikun. Kjo është arsyeja pse ju nuk duhet të luani futboll në dimër dhe në borë. Ky gjyqtar ndjeu fuqinë e plotë. Kjo është një lëvizje e zgjuar. Ne ju urojmë fat kudo në jetë nëse bëni subscribe. Një kërcim i jashtëzakonshëm i realizuar nga Alicia Newman në një lartësi prej 4.8 metra, ajo duket sikur harroi që graviteti ekziston. Paraqitje hipnotizuese nga Norma Palafox, më duket sikur nuk po ja ndaj dot syt. Emmanuel Macron shkoi e ul për ta ngushëlluar, pasi ekipi humbi finalen e Kupës së Botës. Miss Kroacia Ivana Knoll mori pjesë në lojrat e futbollit të Kroacisë gjatë Kupës së Botës dhe të roqi po aq vëmendje nga vizitorët në Katar sa lojrat. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër.